Lagja e vjetër Muradije dhe zona pranë saatit të qytetit vishen me ngjyrat festive. Dritat shumëngjyrshe për Krishtlindjet dhe Vitin e Ri, por edhe zbukurimet e shumëllojshme i kanë dhënë kësaj zone harmoninë e festave. Zona historike e Vlorës, siç njihet pas projektit rehabilitues të zhvilluar aty, është zona e parë e qytetit bregdetar e zbukuruar totalisht në çdo cep të saj nga dritat e festave. Gjithashtu, përgjatë të dielës, në zonën historike të Vlorës është ndezur për herën e parë pema e Krishtlindjeve, rrethuar nga qindra vogëlush të qytetit si një simbolik për ata të cilët gëzojnë më tepër në festat e fundvitit. Babagjyshi i Vitit të Ri ka ndezur dritat e pemës së Krishtlindjeve në këtë zonë. Por nuk ka munguar asnjë koncert festiv i organizuar nga Qendra e Kulturës në Vlorë, Zona për Zhvillimin e Turizmit TID, Fondacioni për Zhvillimin Shqiptaro-Amerikan, nën kujdesin e veçantë të Bashkisë së Vlorës. Aktivitet festiv ky, i titulluar Dhjetori Magjik në Qendrën Historike, i zhvilluar pranë zonës së Saatit në Vlorë. Një aktivitet që mblodhi pranë vogëlush fëmijë të qytetit me dekorin festiv dhe takime me personazhet e tyre të preferuara festive. Në të u angazhuan duke performuar nxënës të shkollës artistike Naim Frashëri, grupe artistike të qytetit, por edhe teatri i kukullave i qendrës kulturore. Performancat të cilat i ndoqën me dhjetra qytetar, fëmijë të qytetit, të cilët u argëtuan dhe i vlerësuan me duar trokitje. Prezent në këtë aktivitet ka qenë edhe kryetarja e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini. Përgjatë çdo fundjavë me rastin e festave të Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri, çdo fundjavë do të ketë aktivitete festive dhe muzik live. Aktivitete që do të përfshinë çdo grup mosh me qëllimin që t'i dhurojnë qytetit një atmosferë festive, ideale për festat e fundvitit.